19-vjeçarja me iniciale EI nga Tetova ka denoncuar keqpërdorim të dhënave personale, si dhe kërcënim nga ana e një personi nga Tetova, me të cilin para 2 viteve ishin njoftuar. Sipas policisë, që atëherë i denoncuari shumë herë me këmbëngulësi ka kërkuar lidhje dashurie me të, dhe ka kërcënuar se nëse nuk realizohet kjo lidhje, do të montoj dhe do të publikoj në internet fotografi të EI-s. Më datë 29 të këtij muaji, ai në një nga rrjetet sociale ka krijuar një profil të rreshëm të EI-s, në të cilin profil ka publikuar fotografi, të cilat i ka marrë nga profili i saj, si dhe përmbajtje të tjera komplimentuese, me çka i ka dëmtuar nderin dhe reputacionin. Po punohet në zbardhjen e plotë të rastit të denoncuar, pas çka do të pasojë edhe padi adekuate. Dje rreth orës 15 në rrugën Zhivko Brajkovski në Gostivar ka ndodhur një aksident komunikacioni, në të cilin ka marrë pjesë një autobusi tipit Mercedes-Benz me targa të Gostivarit, pronë një firme private nga Gostivari, të cilin e ka drejtuar 49-vjeçari me iniciale MJ dhe 2 vetura të tjera të cilat kanë qenë të parkuara, edhe atë një veture tipit BMW dhe një Peugeot, gjithashtu me targa të Gostivarit. Nga ky aksident nuk ka persona të lënduar, ndërsa është shkaktuar vetëm dëm material në veturën e tipit BMW. Është kryer hetimi kompletuar dhe po vërtetohet shkaku i këtij aksidenti, rrethanat në të cilat kanë ndodhur dhe të gjitha detajet të tjera që ndërlidhen me aksidentin në fjalë.